Alba dhe Benita, të dyja duke qëndruar bashkë në një kënd të shtëpisë, fillojnë të bisedojnë për shkurtën dhe shprehin mendime shumë negative për të. Ato fillojnë të komentojnë për sjelljen e shkurtës dhe gjithçka që ata besojnë se ajo është, duke u munduar ta provokojnë dhe ta bëjnë të dalë nga vetja. Benita, e njohur për natyrën e saj të ashpër dhe të drejtë për drejtë, është e gatshme të përdorë fjalë të forta për të nënvlerësuar shkurtën, ndërsa Alba, e cila është gjithashtu e njohur për mënyrën e saj të hidhur të folurit, shton më tej ngacmimet, duke e bërë situatën edhe më të tensionuar, duke i drejtuar fjalë të hidhura dhe duke përdorur fraza që e dëmtojnë shkurtën emocionalisht. Ato përpiqen ta bëjnë atë të ndiejë se nuk ka vend aty, duke e bërë të duket si një person të pavlerë. Shkurtës i thuhet se është gjithmonë në kërkim të vëmendjes dhe se sjellja e saj është një formë manipulative për të tërhequr interesin e të tjerëve. Alba e Benita, duke u përpjekur të jenë sa më të ashpra, vazhdojnë ta ngacmojnë shkurtën me shprehje të ngacmuara dhe të qëllimshme, duke e bërë atë të ndiejë presion të madh. Në një moment, shkurta, e mbushur me nerva, fillon të ngrejë zërin dhe të përpiqet të mbrojë veten, por gjithçka që ato bëjnë është ta shfrytëzojnë këtë për ta shndërruar në një moment më të vështirë për të. Ato nuk kanë ndërmend ta lënë të ikë nga ky debat, duke e shtyrë atë të përfshihet gjithnjë e më shumë në një grindje të dhimbshme dhe të pasinqertë. Benita, në një tentativë për ta provokuar edhe më shumë, i thot shkurtës se ajo është një njeri i dobët dhe se ajo nuk ka asnjë aftësi për të menaxhuar emocionet e saj. Ajo shton se shkurta është gjithmonë në kërkim të një arsyeje për të bërë një dramë dhe se ajo është një njeri i pasigurt që gjithmonë kërkon vëmendje. Alba, nga ana tjetër, ndihmon Benitën në fjalët e saj, duke shtuar se shkurta është gjithmonë në kërkim të viktimës dhe se ajo është shumë e përfshirë në vetë përmbushjen e saj. Pa ndjenja.